Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje, mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm, në pjesën e parë të tij, do të fokusohemi tek ngjarja e cila tërhoqi vëmendjen e opinionit publik shqiptar kudo ku jeton ai. Bëhet fjalë për protestën e organizuar nga shoqatat në mbështetje të ushtrisë qeverimtare të Kosovës në sheshin Skënderbej, në sheshin qendror të Shkupit. Kjo ishte protesta apo demonstrimi i radhës në mbështetje të 4 ish drejtuesve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës që po mbahen në Hag dhe po gjykohen atje. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që të jem në shoqërinë e 3 panelistëve. Me mua në studio është zoti Dritan Goxhaj, një ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë dhe i gjeopolitikës ballkanike, por njëkohësisht edhe vetë ka qenë ushtar, luftëtar i ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Falenderoj shumë i dashur Dritan që erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Falenderoj. Në lidhje direkte nga Shkupi, unë kam kënaqësinë që të kem analistin e njohur Sefer Selimi. I dashur Sefer, të falenderoj që gjete kohë. Mbrëma, falenderit, gjithmonë kënaqësi. Falenderoj. Dhe në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënaqësinë që të kem analistin e njohur, doktor Sadri Ramabaja. Zoti Ramabaja, të falenderoj që na u bashkove. Mirë mbrëma ty dhe panelistëve dhe shikuesve, faleminderit për ftesën. Falenderoj. Sefer, doja që ta fillonim bashk. Në rrjetet sociale ju hodhët pamje dhe foto që edhe ju ishit i pranishëm në këtë aktivitet për cilin po flasim sot në sheshin qendror të Shkupit në orën 13. Përse shkuat ju atje e para dhe cila ishte ndjesia që përftuat nga ky aktivitet? E para, unë edhe në fillimet e veta, kur nisi iniciativa për themelimin e gjykatës speciale, kam qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm, mu për arsye se kam dashur që lufta jonë, sepse lufta e Kosovës nuk është luftë e kosovarëve, është luftë e gjithë shqiptarëve, edhe për te kufive administrativ të Kosovës, të marrë trajtën juridike të një lufte të pastër, e cila nuk ka pasur asnjë shenjë dhe asnjë proces i cili mund ta denigrojë dhe ta kthejë atë nga një luftë për çlirim dhe për ndërprerje të pastrimit etnik, shovenizmit serb, në një luftë e cila ka pasur elemente të cilët mund të shkojnë përtej normave dhe standardeve ndërkombëtare. Dhe sot isha mu pikërisht aty, sepse ajo që nisi si një betejë për të provuar një, le të themi, një akuzë absurde, një akuzë e cila edhe është përdoftuar nga vetë autori i akuzës që ka qenë ndërtuar dhe përgatitur nga instalime dhe edhe nga njerëz të cilët punojnë për interesat e